Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria në detyrë rrit pensionet, shtesat e fëmijëve pagën minimale dhe do të jap pagën e 13. Kosova ndaron importin e shpezëve dhe të produkteve të tyre që vijnë nga Gjermania. Në Gjakov promovohet libri Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Qeveria në detyrë ka miratuar projekt buxheti në vlerë prej 4 miliard eurosh për vitin 2026. Në mbledhjen e sotme, ekzekutivi mori vendime dhe për pagën e 13 për gjithë sektorin publik, rritjen e pensioneve, rritjen e shtesave për fëmijë dhe pagën minimale. Qeveria në detyrë ka miratuar projekt buxheti në vlerë prej 4 miliard euro për vitin 2026. Në mbledhjen e sotme, ekzekutivi mori vendime dhe për pagën e 13 për gjithë sektorin publik. Kurti tha se përkundër se janë në qeveri në detyrë, kanë obligim ligjor miratimin e buxhetit për vitin 2026. Ai u bëri thirrje deputetëve të kuvendit që ta miratojnë këtë buxhet, pa shkuar në zgjedhje të reja, përkundër që ka dështuar ta formojë qeverinë e re. Është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Njërisi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit do të mund ta përfitojë edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjithashtu tha se nga muaji nëntor i këtij viti do të rritën pensionet nga 120 në 150 euro, si dhe do të rritën shtesat për fëmijë për 50% do të ketë rritje. Ashtu siç u kanë premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro. Duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Po ashtu qeveria në detyrë mori vendim për rritjen e pagës minimale për vitin 2026. Paga minimale u tha se do të rritet në 2 faza. Nga 1 janari i vitit 2026, paga minimale do të jetë 425 euro, ndërka që nga korriku i vitit 2026, paga minimale do të bëhet 500 euro. Propozimi ynë është pra që paga minimale për vitin e ardhshëm të bëhet 500 euro, apo konkretisht 3 euro për orë pune, por gjithsesi në mënyrë që kjo rritje të jetë përballueshme edhe për ndërmarrjet dhe të mund të planifikojnë më lehtë për gjatë vitit, rritjen e kemi paraparë të bëhet në 2 faza. Pra ngjashëm siç e kishim si vjet rritjen e pagave në sektorin publik në 2 faza. Buxheti për vitin 2025 ishte 3.6 miliard euro, derisa paga minimale ishte 350 euro bruto, shtesat për fëmijë ishin 20 euro, ndërkaq pensioni bazik 120 euro.
Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim sot krerët e subjekteve politike pas dështimit të konstituimit të qeverisë Kurti 3. Pas takimit, Presidentja Osmani tha se do të komunikoj sërish me kryetarët e partive politike deri më 5 nëntor për të parë nëse ka mundësi për ta mandatuar mandatarin e dytë për të formuar qeverinë e re. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim sot krerët e subjekteve politike pas dështimit të konstituimit të qeverisë Kurti 3. Presidentja Osmani theksoi të premten se do të komunikoj sërish me kryetarët e partive politike deri më 5 nëntor për të parë nëse ka mundësi për të mandatuar mandatarin e dytë për të formuar qeverinë e re. Disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas kushtetutës, institucioni presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive, jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është e zauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta, dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në kryetari lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo, është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja, por megjithatë nëse nuk ka qeveri, dihen edhe ato, pastaj janë 30 deri 40 ditë për mbajtjen e zgjedhjeve. Kryeministri në detyrë, njëherësh lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, nuk është deklaruar para mediave pas takimin me presidentën Vjosa Osmani. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se në takim me presidentën Osmani u dëshmua se askush nuk mund të formojë qeverinë e re në legjislaturën aktuale. Ka u dëshmua atë është nga 111 deputet, se aqën loj, 9 listës sërbe nuk janë opcion për askënd, nga 111, spaku 54, ndoshta 55 u deklarun që nuk votojnë dhe nuk janë pjesë asë një shumicë, kështu që prapë zotit Kurti maksimumin e ka ato 56, ndoshta edhe 57, po zbesoj as 57 që mundet me i bo, për vete as për këdo tjetër. E kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas takimit me presidentën Vjosa Osmani, tha se u dëshmua se nuk ka shumicë parlamentare për të formuar qeverinë e re. Nuk ka shumë hapësirë ligjore për trajtuar çështje të kuvendit në një kohë kur për pak ditë duhet përcaktojmë datën e zgjedhjeve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga presidentja Vjosa Osmani që deri më 5 nëntor të shpërndajë legjislaturën në 9 dhe të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme në përputhje me afatet ligjore. Presidentja ka deri më 5 nëntor, pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që më 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti. Pastaj caktimi i datës zgjedhjeve, që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në afatin më shpejt kohor, pra në 30 ditë, nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë. Kujtojmë se me 26 tetor në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit dështoi formimi i qeverisë me mandatarin nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, i cili mori besimin e 56 deputetëve.
Kosova ka ndaluar importin e shpezve dhe produkteve të tyre nga Gjermania. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Kosovës ka njoftuar se në Gjermani është konfirmuar prania e sëmundjes gripi i shpezve, e si pasojë e kësaj, AUV ka ndaluar importin e shpezve të gjalla dhe produkteve të tyre që kanë origjinën nga gjithë territori i shtetit të Gjermanisë. Kosova ka ndaluar importin e shpezve dhe të produkteve të tyre që vijnë nga Gjermania. Kështu ka bërë të ditur në një lidhje virtuale Sadik Heta, drejtori i shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë. Pas marrjes së informacioneve zyrtare nëpërmjet platformave elektronike të Bashkimit Evropian, mirë po edhe të Organizatës Botërore të Shëndetit Kafshëve, se në shtetin e Gjermanisë kemi shpërthim të sëmundjes të avian influencës apo gripit të shpezve të nëntipit H5N1 në shumicën e territorit të Gjermanisë, kemi bërë hapat tonë të nevojshëm në parandalimin e futjes së kësaj sëmundje në Kosovë. Pra hapi i parë që kemi ndërmarrë është ndalimi i të gjithë importit të shpezve të gjallë dhe produkteve të tyre për të futur në Kosovë. Pra, kjo është një nga masat kryesore. Drejtori Heta gjithashtu tha se do të bëhet përpjekje që të mbahen në kontroll të gjitha situatat dhe raportet nga Gjermania deri në një moment të ndonjë vendimi tjetër dhe qytetarët bashkë me operatorët ekonomik do të informohen me kohë për çdo ndryshim eventual. Jemi në kontakt permanent me gjitha shtetet e rajonet të Evropës për të parë situatën epizodike në lidhje me sëmundjet e kafshëve, respektive sëmundjet e shpezve. Edhe në rastin konkret ne jemi duke përcjellë situatën me vëmendje të lartë edhe në Gjermani. Pra situata në Gjermani është akoma domosdoshme, akoma kemi rast të shpërthimit të sëmundjes si të shpezët shtëpiakmi edhe të ato të egër. Ne duke parë situatën do të ndërmarrim edhe masat e tona, gjithmonë duke parë domosdoshmë se shteti i Gjermanisë si shtet ai ka zbatuar gjitha masat e parandalimit dhe shërnjosës të kësaj sëmundje në këtë vend. Ne, posa të marrim informacione zyrtare, dhe thash edhe më herët, ne vazhdimisht kemi kontakte me vendet e rajonit edhe të Evropës në rastin konkret edhe me Gjermaninë, që posa të marrim hapat konkret në eliminimin e kësaj sëmundje, ne do të marrim edhe masat tona në lirimin e importit të shpezëve dhe produkteve të tyre. Kujtojmë se sipas Institutit Gjerman, gripi i shpezve është zbuluar në 30 ferma deri më tani, duke quar në therrjen dhe shkatrimin e pulave, rosave, patave dhe gjelave të detit për të përmbajtur përhapjen. Reduktimet e shpeshta me energji elektrike po ju vështirësojnë dukshëm jetesën e banorëve në disa fshatra të komunës sonë. Përfundimi i punëve të anvisërisë, por edhe punëve të tjera, si rezultati i reduktimeve, po bët i pamundur në fshatrat Pjetërshan, Moglic dhe zonën përreth. Banorët e fshatrave Moglic, Pjetërshan të komunës së Gjakovës thonë se prej disa kohësh janë duke u përballur me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike. Kjo situatë sipas tyre po shkakton shumë të lashe e po ju krijon sfidat me të cilat po ju duhet të ballafaqohen çdo ditë. Situata rëndohet edhe më shumë, thonë ata, kur temperaturat kanë filluar të bien dhe nevojitat e energjia për ngrohjen e hapësirave në shtëpi. Njëri nga banorët e kësaj zone, prapa kamerës, shpreh shqetësimin e tij edhe për vështirësinë në kryerjen e punëve të anvisërisë në baza ditore, si rezultati i reduktimeve të zgjatura. Ndërsa Dit Domxhoni nga fshati Kusar, i cili posedon edhe një biznes familjar, thotë se reduktimet e shpeshta po ndikojnë drejt për drejt në punën dhe të ardhurat e familjes së tij. Me të vërtetë jemi shumë keq me rrymë. Na kemi këtu një restorant të familjar, rregull se duhet me nal punën për shkakun e rrymë, se nalet për shembull 8 orë rrymë s'kemi. Me generator s'bën punë gjithçka. Shumë keq jemi se nalet rryma, nalet për një fshat, nalet këtë rajoni, domethënë nalet rajoni Peshtashinit, domethënë merr nga Kusari, Doli, Pjetrashani, edhe një pjesë më duket është edhe Lipoveci e diçka, po është shumë një e keqe kjo punë. Për një orë 2 bëhet gjithçka normal se bëhet, ama ton ditën është parrim shumë keq është. Na kena bën kërkesë, kena lemruar një herë, kena thonë se është shumë keq me këtë punë, po prapë është e njëjta punë.
Për shqetësimin e banorëve të kësaj zone kemi kontaktuar KEDS për të siguruar një sqarim të detajuar, por përkundër dërgimit të emailit tonë kemi arritur prej disa ditësh të sigurojmë një përgjigje zyrtare. Redaksia e televizionit Syri tash e 4 ditë po kërkon përgjigje nga KEDS rreth reduktimeve të energjisë elektrike në disa fshatra të qytetit të Gjakovës, por deri më tani asnjë përgjigje nuk është kthyer. Kujtojmë se kjo problematikë e banorëve të Pjetërshanit, Muglicës dhe fshatrave përreth është prej kohësh. Rrahjet e grupeve mes adoleshentëve nga dita në ditë po bëhen dukurish shqetësuese. Vetëm brenda pak ditësh në rrugët e qytetit tonë janë regjistruar 3 rrahje mes të rinjve, duke vënë në rrezik edhe sigurinë e bashkëmoshatarëve të tyre. Rastet e përleshjeve të adoleshentëve nuk janë të ralla në shoqërinë tonë në nivel vendi. Ato tashmë janë bërë të zakonshme në vendin tonë dhe pothuajse shumë shpesh raportohet për sherrë të ndryshme, motivet e të cilave shpesh dalin të jenë banale. Vetëm brenda pak ditësh në qytetin e Gjakovës janë regjistruar 3 raste të dhunës mes adoleshentëve, të cilat domosdoshmërisht kanë tronditur shoqërinë. Videot e siguruara nga ekipet tona dëshmojnë se përleshjet kanë ndodhur në hapësira të ndryshme publike, duke vënë në pikpyetje sigurinë e bashkëmoshatarëve. Pamjet e dhunës të gjiruara edhe nga vetë bashkëmoshatarët dhe të shpërndara në rrjete sociale janë bërë simboli një problemi që po thellohet çdo ditë si rezultati mungesës së komunikimit, kujdesit dhe edukimit emocional në mesin e të rinjve. Ndërkohë, ekspertët e shëndetit mendor paralajmërojnë se normalizimi i dhunës në rrjete sociale po ndikon drejt për drejt në sjelljen e adoleshentëve. Ata kërkojnë bashkëpunim më të madh mes prindërve, shkollave dhe institucioneve për t'i mbrojtur të rinjt nga ndikimet e rrezikshme. 3 raste në pak ditë duhet të shërbejnë si një sinjal alarmi që kërkon përgjigje të menjëhershme, sepse çdo akt dhune mes të rinjve është një plagë e hapur për gjithë shoqërinë. Plot fëmijë u bën pjesë e aktiviteteve të organizuara nga Center Mall në kuadër të festës së Halloween, e njohur si Nata e Shtrigave. Krahas aktiviteteve në këndin e lojrave, të vegjëlit të veshur me veshje që simbolizonin festën, u argëtuan me maskota, face paint, muzikë e shumë dhurata. Në këndin e lojrave në Center Mall, sonte fëmijët po shihojnë një mbrëmje të veçantë me rastin e festës së Halloweenit apo njohur si Nata e Shtrigave, ku sonte mblodhen 10 fëmijë të grupmoshave të ndryshme për të festuar me fytyra të ngjyrosura, maskota shumë ngjyrshme dhe kostume nga më të larmishmet, ku të vegjëlit sollën gjallëri e haren në çdo cep. Sot kena ardhur me festu Halloweenin me shokë dhe me shoqe. Na jena ardhur që të mall për ta festuar një festë të bukur dhe cowboy janë vesh dhe tjetra Center Mall është më i mirë e bukur. Unë kam marrë për Prishtinë, kam marrë me festu Halloweenin këtë të doj. Unë në këtë festë kam qef të veshëm si skelet dhe atmosfera është shumë e mirë. Jam veshë dinosaur. Sa po të pëlqen aktiviteti? Shumë. Aktiviteti përfundoi me buzëqeshje, dhurata dhe kujtime të bukura për të gjithë pjesëmarrësit, duke lënë një ndjesi festive dhe të paharrueshme për të vegjëlit tanë. Festën e Halloweenit e ka organizuar me plot aktivitete edhe kino Hyrje Hana. Shfaqja filmave të zhanrit horror filloi gjatë ditës në orën 13, ku të pranishëm ishin 10 fëmijë, por të vazhduar edhe në disa orare të tjera, me qëllimin që filmdashësit të argëtohen sa më shumë. Në ambientet e kino Hyrje Hana në Gjakov, sot mbretëroi atmosferë festive me fytyra të vizatuara dhe buzëqeshje plot gëzim. 10 fëmijëve të cilët u mblodhen për të festuar Halloweenin, duke shijuar një ditë ndryshe plot ngjyra e argëtim. Filmi zgjedhur për ta ishte një mundësi e mirë për të kënaqur dhe shijuar simbolikën e natës së shtrigave. Unë në kino Hyrje Hana, ku marrë këtu për me pa filmi Lilo Stitch, që është shumë i veçantë. Për çfarë arsye? Për arsyen për me festu festën më bukur.
Jemi ardhur këtu në kinema, është festa e Halloweenit, kemi ardhur për të parë filmin e Stitchit. Mua më pëlqen shumë Halloweeni. Ambienti ishte shumë i mirë dhe kishin zbukuruar shumë bukur. Dhe jam e gëzuar që kam ardhur këtu. Ky aktivitet kishte për qëllim të sjellë gëzim dhe momente të bukura për fëmijët e qytetit tanë, duke e kthyer kinu Hyrihana në një hapësirë të ngrohtë festive për më të veçlit. Ndërkohë, aktivitetet në shënim të festës së Halloweenit në kinu Hyrihana kanë vazhduar edhe në orare të tjera, gjithmonë në përputhje me simbolikën e festës. Gjatë pasditës janë planifikuar filmat Chainsaw Man, Black Phone 2 dhe Conjuring. Kuvendi Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Intelektualëve Jakova kanë organizuar sot promovimin e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar me autor Dashamir Oruçi. Folësit e pranishëm në promovim treguan për rëndësinë e madhe të këtij libri. Kuvendi Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Intelektualëve Jakova ka organizuar sot promovimin e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar me autor Dashamir Oruçi. Kryetari i Shoqatës së Intelektualëve Jakova, Rushdi Sefa, tha se kjo është një prurje e mirë në letërsi dhe një vlerë e shtuar për letërsinë. Libri që sot po e promovojmë është bërtimi i Kuvendit Kombëtar Shqiptar dhe shpresoj se ky aktivitet mos të mbetet i vetmi bashkëpunim që Shoqata e Intelektualëve Jakova do ta ketë me Kuvendin. Ndërkohë, autori Oruçi tha se për botimin e këtij libri ka shpenzuar një kohë të gjatë me qëllim që të jetë sa më i strukturuar. Ideja është që Bashkimi Kombëtar Shqiptar është një kauzë e shqiptarëve, nuk është një element i ri që ne po ngrem sot në Gjakov. Qysh në kohën e rilindjes kombëtare janë shtu problemet të Bashkimit Kombëtar të shqiptarëve. Ne jemi një strukturë patriotike organizative që punojmë në dy fusha kryesore. E para punojmë në fushën e mbajtjes gjallë të frymës kombëtare. E dyta punojmë në drejtim të sensibilizimit të strukturave ndërkombëtare vendore në drejtim të kërkesave të drejta të popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Këto janë dy fushat kryesore. A do të bëhet bashkimi kombëtar nëpërmjet strukturës Kuvend Kombëtar? Jo. Ne jemi sektor ndihmës. Bashkimi kombëtar do të bëhet pasi të jenë kriju shumë faktor të cilët e favorizojnë bashkimin tonë, e favorizojnë qenien e Shqipërisë dhe Kosovës në fazën e parë, federat ose konfederat e kështu me radhë. Promovimi i librit u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë kulturore, duke e kthyer këtë ngjarje në një takim të rëndësishëm për mendimin intelektual shqiptar. Para se të ndahemi, ju njoftojmë se në përfundim të këtij edicioni informativ, keni mundësinë ta ndiqni konferencën e plotë të kryeministrit Albin Kurti dhe ministrit Hekuran Murati në lidhje me vendimet që qeveria në detyrë i mori sot. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sotme është karakterizuar nga moti me diell e vranësira me temperaturat që kanë lëvizur nga 5 deri në 20 gradë Celsius. Për nesër temperatura do të lëvizë nga 6 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Ndërsa për të dielën temperatura do të varion nga 9 deri në 22 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Të hënën pritet të mbizotrojë mot me diell e re shishiu, me temperaturat që do të lëvizin nga 10 deri në 20 gradë Celsius. 7 deri në 13 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së martës, karakterizuar nga moti me shi. Mot me diell e vranësira parashihen edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 7 deri në 14 gradë Celsius. Për të njëjtën parashihet mot me diell me temperaturat që do të variojnë nga 6 deri në 16 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Qeveria në detyrë rrit pensionet, shtesat e fëmijëve pagën minimale dhe do të jap pagën e 13. Kosova ndaron importin e shpezëve dhe të produkteve të tyre që vijnë nga Gjermania. Në Gjakov promovohet libri Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Këtu më rifund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.